Disa orë përpara se të fillojë ndeshja e futbollit e vlefshme për eliminatorët e kampionatit botror 2026 në Tiranë ka nisur festa. Tifozëria shqiptare e ardhur nga gjitha trevat shqiptare po feston në ambiente të ndryshme të Tiranës. Në fund të fundit, rezultati i kësaj ndeshje nuk ndikon në renditjen dhe në play-offin që ka fituar tashmë skuadra e Shqipërisë për në eliminatorët e kampionatit botror 2026. Emocione kena shumë, duke parë që janë kualifikuar edhe Shqipëria edhe Kosova, dhe me dëshirë ta festojnë sot në këto ndeshje ndaj Anglisë. Keni ardhur të shohim në ambientet e stadiumit Air Albania, parashikimi juaj për ndeshjen Shqipëri-Angli. E para herë do të këndojmë dy hymnet, hymnin e Anglisë dhe hymnin shqiptar si gjithmonë. Dhe parashikimi është të jetë një ndeshje e bukur, të kënaqemi me atë rezultat, se si është për shpirt dhe për zemër duam që të fitoj. Por dhe një barazim do të ishte një mrekulli. Me që jeni artistat të mëdhej të dy, si e shikoni ambientin festiv? Ka nisur festa me kohë, 3 orë përpara, 4 orë përpara ndeshjes. Është e vërtet, atmosferë e bukur, e shikojmë tani erdhi dhe skuadra anglisë e përcjellur me aq dashamirësi dhe nga publiku e nga gjithë, që i shpresojmë të marrë një rezultat. Faleminderit, lumt goja. Edhe për Gjipalin, parashikimi? Shpresoj që të paktën të marrim një barazim. Faleminderit dhe ju lumt goja. Faleminderit. Vim për Prishtinës, kemi arë për ndeshjen Shqipëri-Angli. Sigurisht është një festë të madhe tash, na vetëm jemi në play-off, Shqipëria është play-off, festë dyfisht, edhe me Kosova gjithashtu është në play-off, kështu që është një festë për gjithë shqiptarët në lejtë. Ne vim nga Kumanova, jetur në Austri. Kemi qenë domethënë edhe në Andorë, kemi shikuar lojën edhe prej Andorë kemi ardhur direkt këtu që ta përfaqësojmë, ta përkrajmë prapë kombëtarën tonë. Kemi për Kosovës, për krahas të mëdhtë kombëtarës Shqipërisë, profit e Kosovës, shpresojmë që sot të fiton Shqipëria. Dy kombëtarët janë kualifikuar. Inshallah s'na vjen bashkë se më mirë është më shku dy atë në kampionat botror. Mendimi im për ndeshja është inshallah fiton Shqipëria. I came all the way from France to Albania because I have a lot of friends from Albania and I have a strong link with Albania, so I hope we're going to win tonight and this is going to be a great evening. Thank you very much. Thank you. Mendimi im, sido që të shkoj, ne jemi play-off, kështu që si ne dhe Kosovë. Ne kemi ardhur të festojmë sot. Normal. Play-offin sa i mërkush. Uroj të paktën minimal një barazim, po fitoria do jetë një mrekulli. Po ambienti festiv për para ndeshjes, para se të fillojë ndeshja, a e vutre? Kishte filluar festa? Me thonë drejtën festë gjithandej. Inshallah zoti të fitojmë, si kështu fitoren e kemi në xhep, gjithë kombi shqiptar. Përshëndetje gjithëve, do zotin tina me fitore. Por unë them se do t'jetë një barazim 1-1. Nga stadiumi kombëtar Air Albania për Alp TV Kanada, raportoi Lorenz Shehu.